Cili është shkaku që ne nuk kemi lidhje me Zotin? Cili është shkaku që ne nganjëherë lëmë çështje anash, nuk i kryjm obligimet si duhet, ose futemi në ndalesa, ose nuk kemi raporte shkurt me Zotin të mira? Shkaku pse nuk kemi mirë me Zotin, shkaku pse bëjmë mëkate, shkaku pse këtu më radh është vënimi i dënimit. Paramendoni sikur një njeri sa herë nuk e fal bën namaz. Për shembull, tashti mos e bën Zoti, mos e fal Yasin. Si të lën Yasin, automatikisht vjen dënimi për qiellin godet. Si të lën sabah, dënimi. A kishe me lënë të namaz ndonjëherë? Kur? Zoti Gjeleshanu çdo ditë, për ditë, shikoni se sa është interesuar se të pajtohet me të. A pajtimi me të është në interes tonë, jo në interes të tij. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall çdo ditë, për çdo ditë, e shtrin dorën e tij ditën që të pajtohet me të që ka bërë keq natën. Edhe çdo natë Zoti Gjeleshanu e shtrin dorën e tij që të pajtohet me të që ka bërë gjuna, ka bërë keq ditën. Kush është ai që zgjat dorën e tij Zotit? T'ia jep besën se do të pajtohet me të, do të rregullohet me të, do të jetë mirë me të, do të jetë në raporte të këndshme të mira me Zotin Xhela Xhelalu. Prandaj nuk është turp që t'ia kthejmë Zotin Xhela Xhelalu këtë dorë që e shtrin të pajtimit për të pajtuar me të, t'ia kthejmë fat. Jo, nuk du. Nuk dëshiroj. E ai ka çdo sen në dorën e tij. Çka kemi në Zotit? Kurgjë. Çka mundemi na me i bo Zotit? Çka mundesh ti me i bo Zotit? Çka mundesh? S'ka askush për juve, askush që është këtë sallë, edhe jashtë saj, nuk ka askush, s'ka për ashtim. E që nuk do t'i flet Zoti i ti, do të flet ty drejt për drejt, do të pyet ty drejt për drejt. A mendove se të krijuam këtë formë kot? A kujtosh që kur s'ki marr para meja? A kështu mendojse? Prandaj mos na bafasojmë këtë pyetje, ne do të përgatitemi. Përmirësoje atë që kanë mbetur. Përmirësoje atë që të kanë mbetur deri të shkosh te Zoti, ta fal Allahu atë që ka kaluar. E tëra që ka shku shkon. E tëra që ka shku përfundon. Me kusht nëse ti rregullon atë që ka mbetur. Këse Zoti nuk gjon. Nuk gjon këse Zoti dëshirueshëm. Nuk gjon kësi miku të mirë për ty. I cili çka do që ka kaluar, me një hap serioz të përmirësimit për të ardhmen e harron